Kampionati grek ishte e ati nivellit, sa kishte prodhu futbolist që lujen të Roma, lujen të Atletico Madridit, lujen të Barcelona. Përmend këto, ti lunte të Interi, një Kyriakos, a ku e di unë si e kishte 2-3 lojtarë nga Greqia. Nuk ishte ardhë Greqia kështu nga hiqi, edhe ishte ngrit, ishte bërë ballon shumë e madhe. Po edhe ne kemi vatu 2 në Europian, vatëm një në play-off, pra avash, jemi duke ngritur. Shikoj mua, nuk e... Deri para 10 vjetësh se mendonim këtë gjë, kurse tani... Po sigurisht, se janë bërë 60 shtete, kemi qenë 20 e ca shtete në Evropë, çoku. Pra, në këtë këtë vështirë. Vetëm nga Jugoslavia, kemi 16 ekipe që quhen Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Jugut, Kroacia e Veriut, Kroacia e Jugut, Malizi i Grekëve, Malizi i Joni, janë dhe 90 Republika Ruse dhe të shërrit dhe numri atyre që të shkojnë në kampionat evropiane botëror, pra ne po hynë ti. Silvinjo ka bërë. Se nuk po hynë ti se erdi as Silvinjo. Po jo, do i vësh edhe merita trajnerit. Po sigurisht me do ja veon, po problemi, a di qa po flasun, a di që tila është filozofia me pak fjalë, ta them haqinqare, po të them. Për 2-3 vjetë, unë dakord, më mund ta shoh unë si problemat e po nuk është vetëm me Silvinjo. Ky trajner është në nivelin e kapacitetit që ka skuadra e ti për dhënë, këtë po të themun. Ke në ekip 22-23 futbolist me cilësi shumë të mira, që po përfiton ky trajner nga emri i këtij ekipi. Shqipëria po bën Silvinjon trajner tregu. Nuk po e bën Silvinjo Shqipërinë të dalin në treg. Këtu ndryshon, kjo është filozofike që thamun, jo filozofie e Silvinjos. Qa i kënë gjuhë Silvinjos, di që në që ka filozof? Ne shikojmë qëfar përfiton interesi kombëtari joni pari, unë kështu analizoj dhe ne themi kemi vatur në një play-off, pra është një rezultat i mirë, vatëm në një Evropian me Silvinjo, sigurisht, po sepse po themi tani që vazhdimësia vjetë ishim në Evropian, tani vatëm play-off, pra kanë qik vazhdimësia dhe me ata lojtar që kemi. Natyrisht, unë jam që të marri, po themi edhe të andis me metin, ta fusin në brojës, kraun e djath atje. Pa tjetër që unë jam, mu shikoj edhe gjepat të tilë që duhet vepruar. Edhe unë jam natyrë që duhet ndërtoj një filozofi për ekipin kombëtar si ta ndërtojmë. Po ti mos harro, se në qa po themi. Ti je në ato momentet e parë të ngritjes së kësaj filozofi dhe këtij boshti të kombëtares. Se po themi, s'kemi pasur një tradit. Si kemi mbrojtës majtë e rezervë. Nuk kemi. Cilin futboll kemi mbrojtës majtë e rezervë. Kë kemi mbrojtës majtë? Kë kemi sfushor djatë rezervë, alternativ për ta jetë në fushë. Mirë pra, këtë po themi. Kë ke lojtarë të gatshëm për të luajtur mas të pykave. Unë sot për shembull. Kush të luan mes fushori? Unë doja që të shëmitaj për shembull sot edhe broja formacion pas. Ti po përdor një terminologji pa pas parasysh asgjë nga ajo që shfaqet në fushë. 2 ndeshje i soj si kemi bërë. Cila ndeshje? Po zotëri si shkojnë te golin. A fitove në Serbia. Ore shqyqyr që doli po. A fitove në Andorën. A vazhdon play-off. Ore djalë, tu bë golin. Serbia është ekip shumë i fortë. E di. Por Serbia Serbia këtë radhë është shumë ekip i fortë. Serbia këtë radhë është dizastër. Gjë pak. Se nuk ecet me të kalumen, je i fortë, ke qenë i fortë. Po. Problemi është këtej. Po rezultati u mor atje. Përveç rezultatit historik të merituar dhe shumë mirë kanë bërë. Ti ke boj gol me Serbin rastësor, e ke bo me formulën më të fortë që ka Serbia në dispozicion të vetë, se bore me goditje standard e gol. Ne me goditje standard e gol, kur Serbia kishte 4-5 lojtarë që ishin mbi 1.93. Shiko, emrin e mund t'ja vëmë si pas stilit futbollit. Po shqyqyr që doli huqa i qëndërmojtësi jonë, që bezi e preku, edhe shqyqyr që ngeli topi aty, edhe bravo i qofti stilit mana. Ajeti ishe që me zi preku. Pra ka për gjimshiti ajeti, pasaj e ngullim mana. është gol rasor, është uguj. Shiko, Çfarë goli ke bo? Kë gol ke bo me lojë? Rasor nuk është sepse mbrojtja që shumë e mirë, që mbrojtja e forës. 20 minuta e para ta presuan. Kam 6 orë që të them që i kemi në kampionati italian, i kemi mbrojtësat shumë të mirë, kemi individ shumë të mirë, kemi lojtarë shumë të mirë. Po flasim për lojën, ku është loja? Kur ke vajt një herë nga fundorja, hodhi njëri i kros edhe ty të zhytën 3-4 lojtarë me kokë të shtyllë e pare, pa një gol që të ngeli menja. Ne futemi të kategori ekipeve të dyta. Po që se s'ke ambicje për me shkute... Atëherë, dhe ne jemi duke u rritur, dhe u mendoj që jemi në këtë rrugë duke u rritur. Pa tjetër. E dikush po rritet? Po rritet Kosova. Jemi duke u rritur. Po rritet Kosova, po rritet Kosova. Mendimi ime që Kosova duhet shumë herë më mirë, duhet super ekip. Qa të shikoja, po ne sot jemi mas 3 vjetësh me Silvinjon edhe jemi akoma me diabet. Super ekip. S'kemi fitu i ndeshje me 2 gola diferencë, që jemi të qetë minutat e fundit. Unë mendoj që natyrisht që
për të parë, po ka dhe meritat e vetë trajneri, pa tjetër. Edhe unë Kosovën 4-5 e arshëm e shikoj super ekip. Merita ka, shikoj gjik. Për vete, personalisht. Nuk e di unë që ka bo Armando Duka me futbolin mrena Shqipërisë. Unë jam kritik se me ty se ti me Dukën, që te heqja e kengës, që te heqja e biletave atje në stadiume, që te këto. Ky ti puthi kamët Armando Dukës se po bëhet trajner me emër në Shqipëri. Ase një Armando fare. S'ka më në lidhje personale me Dukën. Jo, po them unë. Po pra, po. Jo, kam unë njohje personale. S'ka asgjë për të fshehtu. Kam njohje personale me Armando Dukën, ka punu në mënyrë jashtëzakonshme për ekipin kombëtar. Është një nga kombëtarët që ka kushtet më të mira sot në Evropë. Në të gjitha dimensionet. Trajneri jonë nuk hyn te ato ekipet e vogla që thotë. Është i paguar, është nga ekipet evropiane, është 3-4 trajnerët nga më të paguarit në ekipet kombëtare. Me kushtet e Shqipërisë. Dhe i është vënë dispozicion gjithçka. Edhe për shkak